Në videon e kaluar ku ai komentues të kishte thënë minzës pres që mu vra gratë, e ai kishte komentuar tek video që një gru tjetër ishte vrarë, domethënë dy vrasje të grave shqiptare nga burrat e vet, njëra në München, tjetra në Freiburg të Zvicrës. Ishim duke folë pse po ndodh kjo femicid, unë e kështu, ai kishte komentuar, kishte thënë që minzës pres që mu dek. Ky vjen këtu, edhe thot, mirë ka thonë se pju kruhet grave me tratu. Po që ka tratu? Po që ti si koni zoti me majtë grunë, se ti e ki fajet. Nga si e mashkull, kur se mbron gollën, ta jep tjetëri gollë, a vëden? Edhe ti si koni zoti, se ki knash seksualisht grunë tonë, nuk i koni zoti me majtë, qa me të bo, ta jep gollën tjetëri. E ti dush me vra, jo mërtje, len, ndahësh, edhe shkon të trajnohesh për me knash seksualisht grunë, e mos me arë me ta jep gollë tjetëri, sepse kështu të jep gollë. Gratë nuk tradhtojnë qashkollaj, si kur mashkojt. Po, se cilë mashkull, veç kur zdo me pranu do super besnika të mendimit, thojnë jo, po unë, se cilë mashkull, leti deshet një fama për parë dhe këshyre a bën marrëdhënie seksuale. Po jo sepse e dënë, po sepse ashtu jënë të prodhun për natyres. Ama ky koment është i papranueshëm, zotëri, sepse nuk mundesh me pas asnjë drejt me vra grunë, veç pse të ka tratu.